Përshëndetje, mirë se erdhe të dashur tonë, të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ja po takohemi përsëri me temën e re nga lajmi i tre engjëve nga Bashkia Adventiste Seventh Day Adventist Church, me temën çfarë do të thotë ungjilli i përjetshëm nga pastor Stefan Born. Pra, kemi filluar herën e kaluar, nëse ju kujtohet, ky është pastori Stefan Born dhe bashortja e tij, dhe është ndërë dhe privilegj ta kemi në gjuhën shqipe. Tani më në fund edhe Stefan Bornin shqip, pra për kundrejt ai është i përkthyer në shumë gjuhë dhe në shumë tek shumë kombe e komsi. Pra ja e kemi edhe në gjuhën shqipe. Okej, po dëgjojmë dy zëra. Pra është ungjilltar internacional, pastor, shkrimtar, publicist, e tani në radhë është lutja, pra për temën çfarë do të thotë ungjilli i përjetshëm, dhe nga lajmi i tre engjëve zbulesa 14 e kthejmë knej, të shihem pak. Përshëndetje. Dhe ku do që jeni, ju lutemi, përulim kokën dhe lutemi bashkë. O Zot i madh gjithëpërshtetshëm, dera lavdjeta kon ty. Faleminderit o Zot për këtë mundësi, për këtë serial të ri të pastor Stefan Bornit, që ta kemi edhe në gjuhën shqipe, është nder dhe përparësi. Të lutem o Zot, ti udhëheqë, o Zot, drejto, beko, hape zemrën e çdo personi, bekoja familjen, jetën, shëndetën, kohën, financat, çdo gjë tjetër në dorën e mëshirën tënde. Dhe ajo se që është më e nevojshme të kuptohet, ky lajmi, i cili është lajmi i fundit i Biblës, lajmi i fundit i kësaj planete. Ti je mësuesi dhe udhëhesi, pastori, dashamiri, në emrin e Atit, Birit, Frymës së Shejtë. Amen. Amen. Pra, kthejmë kështu përshëndetje nga unë kështu live, atje që të shohim tekstet dhe të shohim slajdet, sepse një fotografi flet si 1000 fjalë, andaj preferojmë që të kemi slajde. Pra, ungjilltari John, i cili shkroi ungjillin, e shkroi gjithashtu zbulesën, është interesant se vetëm këtu tek zbulesa ai thot se flet për lajmin e ungjillin e përjetshëm, kurse në ungjill nuk e thot, edhe në letrën e parë 2, 3 që i ka 3 letra. Në Bibël përmendet fjala përjetshëm 91 herë, beslidhja e përjetshme 16 herë, kurse vetëm 1 herë ungjilli i përjetshëm. E kjo është pikërisht te ky tekst i kyç, cilin do ta studiojmë. E kemi fillu, pra, kishim më herët edhe me vllaun Kenneth Bisakun, vllaun ton të nderuar, dhe tani ja pra edhe nga pastor Stefan Born. Dhe çfarë thot zbulesa 14:6-7. Pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm. Ja, këtu është ungjilli i përjetshëm për të predikuar banorëve të dheut dhe çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli, po kurse vargu 7, thotë dhe thoshte me zë të lartë, me zë të madh, druani Perëndin dhe jepeni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi, adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujrave. Ky është lajmi i engjullit parë. Çfarë quhet, pse për vërtet quhet ungjilli i përjetshëm? Përse quhet ungjilli i përjetshëm? Që të kuptojmë këtë, duhet të kthehemi të shkojmë tek fillimi i historisë njerëzore, pra te Adami dhe Eva, kur i krijuan të shajt, të pafajshëm e të drejtë, me rroba të mjethfirta të dritës. Drejtësi ja simbolizonte bindje ndaj ligjit. Ja, ky është krijuesi jon, Zoti Jezus, bashku me Atin dhe me Frymën e Shajt, që për 6 ditë të rëndomta krijuan qiellin dhe tokën, thot ishte mëngjesi, ishte mbrëmja, dita parë, dita dytë,
3 deri në ditën e 6. Pra Zanafila 1:1 thot në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën, Zanafila 1:1, dhe ky është ai momenti, për mua them të drejtën, shumë emocional, kur krijuesi nuk tha le të bëhet, por zbriti poshtë dhe krijoi njerëzit e parë që janë Adami dhe Eva. Adami dhe Eva, ai e krijoi së pari burrin, e nga dheu dhe dha formen, e mandej edhe frymen e tij. Rrobat e mirëfillta të dritës simbolizon drejtësinë, bindjen ndaj ligjit. Kur Adami dhe Eva mkatuan, ata u zhveshën dhe u mbeten lakuriq. Lakurësia e mirëfill simbolizon pa drejtësinë, fajin dhe mosbindjen ndaj ligjit. Ligji kërkon të jetë një jetë të përsosur, dhe nëse nuk ofron një jetë të përsosur, duhet të vdesësh. Paga e mëkatit është vdekja. Pra, rrobat e bardha të ndritura që i kishin Adami dhe Eva ishin plot shkëlqim, e ishte drita që ju dha prindi tyre Zoti Jezus. Sa e bukur dhe mrekullueshme. Ju përshëndesim pra juve që po na bashkangjiteni. Mirë se vini dhe mirë se erdhët në temën e dytë nga pastor Stefan Born. Çfarë do të thotë Ungjilli i përjetshëm? Ky është çifti i parë, Adami dhe Eva, dhe krijuesi tyre. Sa e bukur, nuk e di, sa e mrekullueshme që t'jesh fytyrë për fytyrë me krijuesin. Dhe kjo është ajo parajsa e deni që e kemi humbur dhe cilën Jezusi na ka përgatit, dhe me meritat, ndihmën e tij do shkojmë prap atje. Ashtu si që thamë parë, se Romakëve 6:23 thot, paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia, dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme në Zotin Jezus. Kjo është madhësia e Zotit ton Jezus. E sipas Paulit, vdekja është lakuriqia përfundimtare, siç thotë 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 2 deri në 4, sepse në këtë çadër në pëshretim, duke dëshiruar fort të vishemi në banesën tonë qiellore, vargu 3 të 2 Korintasve kapitulli 5, nëse do të gjindemi të veshur e jo të zhveshur, sepse ne që jemi në këtë çadër pëshretim duke qenë të rënduar, dhe për këtë arsye nuk duam pra të na zhveshin, por të na veshin, që është e vdekshme të përpijet nga jeta. Pra, kjo është një vërtet shumë e madhe biblike, se vdekja do të përpijet nga jeta dhe do të filloj jeta e përjetshme. Plani i Ungjillit të përjetshëm, ata nuk vdiqen, por apo a ditë për shkak të një plani që ishte hartuar në shekuj e përjetësisë. Plani përfshinte 2 pika specifike: zgjedhjen e një qengje të përsosur dhe vdekjen e atij qengji. Ky nuk ishte ndonjë plan emergjence i minutës së fundit, por më tepër një plan i papritur, i hartuar në përjetësinë e kaluar, me rast se njeriu do të mkatonte. Perëndia i di të gjitha dhe i parapërgatiti të gjitha. Ai nuk thot kur, çfarë të bëjmë tani, kur lind një problem, sepse natyrisht ai din fundin para fillimit. Kurse Zanafila 2:16 thot, dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriu duke i thënë, ha bile lirisht nga çdo pemë e kopshtit. Kurse vargu 17 Zanafila 2 thot, por mos ha nga pema e njohjes së mirës dhe të keqes, sepse ditën që do të hash prej saj ke për të vdekur me siguri. Kurse Zanafila 2:25 thot, dhe burri e gruaja e tij ishin të dy lakuriq, dhe nuk kishin turp prej kësaj. Pra ishin lakuriq, sikur fëmia kur lind ai nuk lind me rroba, dhe askush që nuk e vë pyetje, sepse ajo është diçka plotësisht normale. Kurse Zanafila 3:1 thot, a ka thënë me të vërtet Perëndia, mos hani nga gjithë pemët e kopshtit. Kurse Zanafila 3:2 thot,
Dhe gruaja ju përgjigj gjarprit, nga fryti i pemes të kopshtit mund të ham, por nga fryti i pemes që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë mos hani dhe mos prekni ndryshe do të vdisni. Zanafilla 3:3. Atëherë gjarpri i tha gruas, ju s'keni për të vdekur as pak. Kjo është gënjeshtra e parë. Vini re, ju lutem. Gënjeshtra e parë e thënë në univers është kjo. Pra lidhje me jetën dhe vdekjen. Ju nuk do të vdisni, por a kanë vdekur Adami dhe Eva? Po. Mjerisht, gruaja prap që është fryti i bukur, i shishëm, i bukur për të pa, i shishëm për të hëngër dhe pastaj edhe kur të hët, është krenaria jetë, ai do hapen sy do bësh diçka tjetër. Dhe vargu i 6 thot edhe gruaja pa që pema ishte e mirë për të ngrënë dhe që ishte i këndshëm për të sytë dhe mori nga fruti ha jo dhe i dha dhe bashortit të saj. Kurse para Pjetrit kapitulli 1 vargu 18 deri 20 thotë duke ditur se jo me anë gjëra që prishen, si argjendi ose ari, jemi shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit. Kjo është e bukra, e thella, e vërteta dhe vetmja vlet. Gjaku i çmuar i Krishtit si qengjit të patmet dhe pa njohur, të para njohur për para krijimit të botës, por për të shfaqur kohët e fundit për ju. Ky plan është bë para se që është kriju bota. Ky plan është bë para se që kriju bota dhe kjo është e rëndësishme, ju lutem. Dhe kur Jezusi erdh, premtimi i Zotit është plotësuar në kryq. Aleluja, lavdi Zotit, i bekuar qoftë emri i Tij. Qengji i pafajshëm duhej të flijohej. Vetë krijuesi, kjo dora e cila e krijoi njeriu, tani kjo dorë do të sakrifikohet dhe u sakrifikua dhe lavdi Zotit për këtë të vërtet të madhe dhe të mrekullueshme. Plani i Ungjillit njoftoi u përpoq të mbulonte lakurisin me gjethe fiku. Zoti tha, nuk mund të ambulosh lakuricin tënde, vetë, sado që do të përpiqesh, është e kotë të fitojmë shpëtimin, përsosmërin, shejtërin, asgjë nga këto nuk mund të arrin askush. Askush nga ne, asnjë njeri nuk e ka arrit, edhe që ju e dini që njerëzit i kanë shpall dhe i shpallin shejt, këtë atë, e kështu me, por ajo nuk është biblike. Të gjithë ata që e pranojnë Jezusin bëhen shejtor. Pra, të gjithë që e pranojmë Jezusin jemi shejtor, nuk do të thotë që jemi të përsosur, por përsosmëria e Zotit na llogaritet neve, na dhurohet neve. Zanafilla 3:7 thot, atëherë u hapen sytë e të dyve, pra burrit dhe gruas, dhe kuptuan se ishin lakuriq dhe qepen gjithë fiku së bashku dhe bën mbulesa për vete. Pra, lakuriq, dolen lakuriq. Zanafilla 3:10 thot, a ju përgjigj, dëgjova njeriu pra kur e pyeti Zoti, Adam ku je? Ai thot, dëgjova zërin tënd në kopsh dhe pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheha. Dhe Perëndia i tha, kush të tregoi se ishe lakuriq? Mos vall, ke ngrënë nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje? Ku mbeti rroba e shëndritshme e Adamit dhe Evës? Premton të dëgjoj një farë për të shtypur kokën e gjarprit, si do i bëhe kjo? Një qengj i përsosur vdiq, po atë ditë dhe vdekja e qengjit do të siguronte rrobat që do të mbulonin lakuricin e tyre. Tani u bë plani. E cili plani? Ja, Biblia thot, Zanafilla 3:15 thot, dhe unë do të shtije armiqësie mes teje dhe gruas, midis farës tënde dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh femrën e saj. Zoti tha se ditën kur do të hash, do të vdesësh me siguri. Por plani i shpëtimit ishte bërë para krijimit të planetit Tokë.
Në traditën tonë shqiptare, besin ta kam vënë, është ajo fjala e vjetër popullore, është testamenti moral i shqiptarëve. Pra kur thuhet fjala, u tha, u bë. U tha, u bë. Ashtu edhe Zoti pra ka thonë ditën kur do të hash, do të vdesësh, me siguri. Por Zoti kishte bë planin që njeriu të shpëtohet për shkak të dashurisë që ka për njeriu. Zanafila 3:22 thot, pastaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas të tij tunika prej likure dhe i veshi. Por mjerisht ata ishin të detyruar të largohen, të dëbohen nga kopshti dhe pra mos të jetojnë më mjerisht pra kjo histori është e njohur dhe mirë e ditur në popull, besojmë. Shejtëria e Zotit, bukuria dhe drita e tij prap do të ka mundësi të jepet njeriut përmes Zotit ton, Zotit Jezus. Faleminderit Jezus. Gjithashtu tani edhe në vazhdimsi Abrahami për shembull i kishte thënë birit të tij Isakut, biri im Perëndia do të siguroj për vete e tij qengjin për një sakrifisë të djegur, thot Zanafila 22:8, plani i ungjillit i parathën, Perëndia vendosi sistemin e flijimit në Izrael për të parashikuar atë që do të ndodhte në të ardhmen. Ja, ky është Abrahami, i cili gjithashtu sakrifikoi qengjin, por kishte një kërkesë të veçantë, pas dini historinë e tij, se pas 25 vitesh pritje, më në fund lindi djali i premtuar, Isaku, dhe Zoti thot një ditë që ai duhet ta e flijoj Isakun, ai nuk i tha asgjë atij, ishte tepër e rënd, Isaku ishte tani çun i madh dhe siç i tha birit tij, kur biri parashtoi pyetje, babi ne po shkojmë të flijojmë sakrificën, por ku është qengji, sepse ata asaj rave nuk ishin marrë qengjin me vete. Abrahami ishte i habitur, ishte i shqetësuar, ai nuk thot asgjë tjetër, po thot nuk ja tregon komplet, por i thot nuk e di birim, por Perëndia do siguroj qengjin për sakrificë për të djegur, e saktësisht ai ashtu siç i kishte thënë Zoti, ai kishte plan ta flionte birin e tij. Kur e vërtet e bëri këtë, e shihni se si fytyra ju ka skuqur, ai ishte i gatshëm ta e bënte ato çfarë Zoti kërkoi, edhe që ishte shumë e rëndë, shumë e vështirë. Djalin të cilin e kanë prit gjatë, pra pas 25 vjet martese, kur ai urrit e bëri një moshë dhe 12 vjeçare, Zoti kërkoi këtë dhe ishte i gatshëm, sepse Zoti është më i madh se madje edhe fëmia që e lind, që nga barku, nga shpirti, si thot populli, dhe me këtë Abrahami e tregoi besnikrinë e tij dhe Zoti vërtet siguroi qengjin. Cila urdhër u shkel? Jezusi është autori i ligjit dhe 10 urdhërimet kanë ekzistuar qysh në kopshte e Edenit, të dashur motra dhe vëllezër. Ka një keq kuptim këtu nga shumë besimtar krishterë që thonë që ligji është shkëput, po, shkëput ligji ceremonial, por jo ligji moral. Ligji i cili thot nderon nane, bab, mos vraj, mos vjedh, mos boje moral, mos gënje, mos lakmo, keni Zot, mos bë figura, piktura, respekto ditën e 7, ditën e 7. Këto janë vetë urdhërimet. Pra urdhëra e cila thot mos lakmo, u thyë këtu. Kurse vazhdojmë të kthejmë prapë te Zanafila dhe vazhdojmë me Zanafilën, kapitulli 3 vargu 24 thot kështu: ai e dëboi njeriu dhe vedosi në linje të kopshtit të Edenit kerubimët, që vërtisnin nga çdo anë një shpatë flakruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës.
ata nuk e kishin më të lejuar të jetoj në kopsht, po dëbun nga kopshti dhe ishte engjulli aty i cili nuk i lejonte të hynte. Dhe e vazhdoj këta janë fëmijët e Adamit dhe Evës, Zanafila 4:5. Abeli i ofroi edhe ai të paralindurit e kopesë të tij dhe i ndyrën e tyre dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij, dhe kështu pse? Kaini kishte ofruar, nuk e di apo sheni këtu mbrapa, frutat, sepse ky ishte bujk dhe kishte sjell frutat e vetë. Zoti ka thënë që të flijohet qengji e jo frutat, dhe me qenë se ky nuk e kish kuptu mirë, ai u pezmetua, thot Kaini, kështu Kaini u pezmetua shumë dhe fytyra ati mori një pamje të dëshpruar, pra aq u hidhëru që ai mori gur dhe myti vllaun e vet. Për çfarë? Lufta, të dashur miq, motra dhe vëllezër, të dashur dashamir, Teofil të Zotit, të Biblës, pikrisht lufta e parë e cila ka ndonë në planetin tonë është për çështje fetare. Pse? Njëri e kupton çfarë Zoti kërkon dhe bën, tjetri që nuk e kupton, bën ashtu siç ja merr mendja atij, mandej e bën faj ato që vllaun që kupton. Ja, kemi rastin konkret. Dhe e njëjta gjë ka vazhdu, më tutje, edhe sot e kësaj dite, ata njerëzit që i bindin Zotit janë gjithmonë të keq kuptuar, madje të keq trajtuar e kështu me radhë. Pra, për hir të atyre që nuk i kuptojnë dhe i kanë sytë mbyllur, ja, është e tmerrshme kjo histori, por e vërtet, e cila vazhdimisht përsëritet. Kurse ne shkojmë tani më tutje ato se çfarë kishte thënë Zoti tek Levitiku, libri 3 i Mojsiut, Levitiku 17:21, do t'i kishte urdhëruar që prifti, jo vetëm që kafsha, saktësisht flijimi, sakrifica të jetë pa tmet, por edhe vetë prifti duhet të jetë, edhe çfarë thot? Tek Levitiku 17:21, asnjë burr nga fisi i priftit Aron që ka ndonjë gjymtym nuk do t'i afrohet për t'i ofruar flijimet e bëra me zjarr Zotit. Ka një gjymtym të mos afrohet për të ofruar bukën e Perëndisë së tij. Nëse prifti ka një tmet, pardon, unë e pak e kom sot zërin jo të mirë, po ju do të më falni dhe do të më kuptoni. Nuk do t'i ofroni asnjë me tmet, sepse nuk do t'i ishte pëlqyer. Sakrifica duhet të jetë e pa tmet. Edhe vetë prifti nuk mund të jetë që ka një gjymtym çfarë do lloji, që nuk e di është i qal, apo nuk e ka ndonjë diçka në rregull edhe në fizikun e tij. Kështu pra një prift i patmet ofroi flijim të patmet. Ky sistem nuk mund të hiqte vërtet mëkatin, ishte një sistem i detyrimeve, mëkati nuk trajtohej ligjërisht vese me premtimin e Perëndisë. Më falni veç pak, se fyti nuk më është të shumë rregull këto ditë. Kurse Hebrejve 10:4 thot, sepse është e pamundur që gjaku i demave dhe i cjapave të heqë mëkatin. Pra të gjitha ato sakrifica që janë fliju, edhe sot e kësaj dite njerëz shumë konfesione flijojnë prej në kurbanin, ajo nuk ka kur farë vlere fetare më. Nuk ka, sepse kurbani vërtet është sakrifiku, kjo është Jezusi. Jezusi i cili krijoi të gjithë qenjet njerëzore mund të ofronte për të jetuar jetën e përsosur që ne duhet ta jetonim dhe të vdesim me vdekjen që ne duhet të vdisnim. Duke jetuar dhe duke vdekur, ai do të ente një robe të përsosur drejtësie për të mbuluar lakuriçin ton. Ja, Jezusi është ai i cili është fliju dhe na jep lakuriçin
na mbulon, na e fuson në barë të drejtësisë së tij. Ai duhet të bënte dy gjëra. Cilat janë ato? Të jetonte jetën e përsosur që ligji kërkon prej nesh dhe të vdiste me vdekjen që ligji kërkon prej nesh. Jezusi ishte prifti pa të met. Pra, Jezusi jetoi në mënyrë të perfekt dhe vdiq e pagoi borxhin për ne. E para e Pjetrit në prap këtë varg që është shumë i rëndësishëm, po e përsëritet edhe një herë, ashtu si pastor Stefan Bornit, duke ditur se jo me anë gjëra që prishen, si argjendi ose ari, jemi shpenguar nga mënyra e kot e të jetuarit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit. Kjo është poenta, gjaku i çmuar i Krishtit, si qengjit të patmet e të panjoll, të paranjohur për para krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju. Ju përshëndesim nga Kisha Ungjillore, Jeta në Begati, përshëndetje vëllezër dhe motra, bekime nga Zoti Jezus dhe urime viti ri e Krishtlindje, gjithashtu pra ju dëshirojmë. Ja, për vitet të tëra nga Adami dhe Eva dhe Kaini Abeli, më vonë të gjithë pra kanë fliju qenj patëmet, i cili ka qenë simbol i qengjit i cili do të vjen, e kjo është Zoti Jezus i cili erë në kohën e tij. Kurse Hebrejve 4:15 thot, sepse ne nuk kemi një kryeprift që mund të vi ndjej keqardhje për dobësitë tona, por pa u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkat. Jezusi është kryeprift i përsosur. Ju e dini që Aroni ishte në fillim i kryeprifti i parë dhe djemtë e tij Levita, dhe kemi librin e 3 Mojsiut që quhet Levitiku, por i cili është simboli i atij kryeprifti i cili do të vjen, e kjo është Zoti i qiellit e tokës, Zoti jon, Zoti Jezus. Kurse Hebrejve 7:26 thot, sepse një kryeprift i tillë na përshtatej i shejt, i padëmshëm, i panjoll, i ndar nga mëkatet dhe që është bërë më i lartë se qiejt. Jezusi ishte viktima pa të met. Andaj edhe qengji që flijoi duhet të jetë i pa met. Jezusi jetoi jetë perfekte për neve dhe ky është qengji që është erë nga krijimi i botës. Edhe që realiteti ju e dini që nga prej Adamit e Evës dhe se Jezusi ka ardhur, kanë kalu 4000 vjet, siç e thot Bibla. Jetën dhe vdekjen e tij ai ofroi për të gjithë botën, kurse e dyta e para Gjonit 2:2 thot, dhe ai vet është shlyerësi për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por edhe për të gjithë botën. Ua, shumë e bukur, e thellë, e mirë, e mrekullueshme kjo, si nuk e di, bën që zemra jonë të rrah ashtu me shpejtësi të madhe. Kurse vargu më i bukur në Bibël, besoj që e dim të gjithë përmendësh, e kjo është Gjoni 3:16. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa e dha birin e tij të vetëm lindur. Kurse Isaia 53:6 thot, ne të gjithë si dele kemi humbur rrugën, secili prej nesh është kthyer në rrugën e vet dhe Zoti ka vënë mbi të paullësitë e të gjithë neve. Galatasve 3:13 thot, Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, duke u bërë mallkim për ne, sepse është shkruar i mallkuar është kushdo që varet në dru. Kjo është shumë e thellë e bukur. Pra, ato çka ne kemi meritu, Jezusi e ka bëm flim, sakrificë, madje dhe mallkim për ne. Kërkimi i dhuratës Ungjillit tek Romakët 6:23, pjesa e fundit, por dhurata falas e Perëndis është jeta përjetshme nëpërmjet Krishtit, Jezu Krishtit Zotit ton. Ua, ky është lajmi mrekullueshëm.
Pastor Borni e merr një shembull që kemi ja këtu përpara, depozita në bankën e universit. Supozoni se ka dikë në botë që është shumë i pasur dhe që me shumë para se kushdo tjetër dhe nga misia e zemrës së tij vendos se do të paguaj borxhet e çdo shpirti të gjallë në tokë dhe ka depozituar në bankën e universit të gjitha burimet e nevojshme për të mbuluar të gjitha këto borxhe. E çfarë ne debitor duhet të bëjmë për të marrë këto fonde është të shkojmë në bankë dhe të tërhiqim ato që na nevojitet për të na dhënë një fletë të pastër. Kjo është pikrisht ajo që Jezusi ka bë për secilin individ. Ai ka paguar çmimin e shpëtimit tonë të përjetshëm dhe ka bërë çfarë duhet të bëjmë, ashtu vetëm të pranojmë dhuratën e tij të mrekullueshme dhe ne mund të jetojmë gjithë përjetësinë në të me të gjithë mëkatet tona të fshira. Çfarë shpëtimtari të mrekullueshëm kemi? Ndërsa udhtoj mendimet e mia janë më se të lumtura dhe do të jetë ajo që në këtë dhuratë të veçantë dhe mezi pres të shoh shprehjen në fytyrën e saj kur të hap. Ja, kur ajo hap paketën dhe e sheh, nuk i pëlqen. Zemra ime është e thyer sepse ajo nuk do të refuzon ta pranoj. Pastor Borni thot, për çdo ditëlindje bëj bashortës time një dhuratë, edhe nëse për shembull e kisha bën një dhuratë që ajo kur ta e hap nuk do t'i pëlqej, e kjo mund të ndodhë, çfarë kisha ndje une? Kisha ndje një dhimbje që bashortës time nuk i pëlqen dhurata. Por me qenë se une e di shijen e saj dhe çfarë asaj i pëlqen, dhuratat që i blej asaj gjithmonë i pëlqejnë. Kjo është dhurata që Zoti ka bë për ne. E ne duhet vetëm ta e kuptojmë, ta e besojmë dhe ta e pranojmë. E falenderojmë Jezusin që ai e ka bë këtë për ne. Vetëm ta e marrim. Kjo është ajo që Jezusi bëri për secili prej nesh, dhurata e mrekullueshme, vetëm ta e shtrim dorën dhe ta marrim. Dhe kurse pjesa e dytë e Gjoni 3:16 thotë që asnjë të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Asnjë të mos humbas. Jezusi ka pagu për tër universi, për tër çdo qenje njerëzore, kurdo që ka jetu të gjitha kombeve komsive, të gjitha kohrat e të gjitha gjuhat. Kurse Mateu 26, vargu 27 dhe 28 thot, pastaj mori kupen dhe falenderoi dhe u dha atyre duke thënë, pini prej ti të gjithë, sepse ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re, i cili është derdhur për faljen e mëkateve. Pra, është darka e Zotit ku këto fjalë ne i themi dhe unë jam shumë e privilegjuar që tani 25 vite ka që kam nder të mund të shërbej, të ndaj darkën e Zotit dhe me bukë pa maja, me lëng të rushit, jo alkohol, pra dhe buka duhet të jetë, janë simbolet të trupit dhe të gjakut Jezusit. Është e qartë që mjeri shumë marrin lëng, rushi, ven, saksisht alkoholike, por nuk duhet të jetë kështu, edhe buka e blerë në dyqan, në shetore, pra buka me tharm, atë që praktikohet, me qëra fjala, ajo nuk është biblike dhe unë y lusë që të gjithë të cilët e kishit dash ndimen rreth kësaj, ne jemi të gatshëm të ofrojmë, pra si përgatitet buka prej 4 elementeve, ati, birri, shpirti, shej dhe neve, dhe rushi si përgatitet gjithashtu,
dhe besoj që në talmen e shpejt spaku në Kosovë, nëse jo në Shqipëri, kjo do t'jetë realitet me ndimin e Zotit. Përveç kësaj është edhe larja e këmbëve. Jezusi ka thënë, ashtu si unë ju lava këmbët juve, ashtu edhe ju duhet i lani këmbët njëri tjetrit. Pra, në mënyrë simbolike, me larjen e dinit lexonit e Gjonit 13, në Ungjillin sipas Gjonit është shkrume, pra që të falim katet njëri tjetrit, motra motrës, bashorti bashortes, vllau vlaut, sidomos me personin cilin ndoshta ke pas apo ke ndonjë mosmarrveshje, ndonjë shqetësim, problem apo çfarë do lloji. Ja, për shembull, kjo është një foto, ka edhe shumë të tjera, unë nuk kam dashur të përdori, kur i lajmë këmbët dhe marrim darkën e Zotit gjithashtu. Kurse vazhdojmë tani me ato se çfarë thot pastor Borni, te Veprat Apostolëve kapitulli 3, vargu 38, pastaj Pietri u tha atyre, pendohuni dhe secili prej jush le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, pra pagëzimit i paraprin pendimi. Çfarë është pendimi? Keqardhja për mëkatet, gabimet tona, për mëkatet tona. Kurse te Veprat e Apostolëve kapitulli 5, vargu 30-31 thot, Perëndia e jetërve tonë ringjalli Jezusin, të cilin ju e vrat duke e varur në dru. Kurse vargu 31 thot, atë Perëndia e ngriti në të djathën e tij për të qenë princ dhe shpëtimtar, për t'i dhënë Izraelit pendim dhe faljen e mëkateve. Jezusi erdhi për faljen e mëkateve dhe kurse që të na falem mëkatet, ne duhet të pendohemi. Veprat Apostolëve 10:23 thot, për të gjithë profetet dëshmojnë se në emër të Jezusit kushdo që beson në të do të marrë faljen e mëkateve. Pra, nuk ka nevojë të shkojmë, nuk e di, në haxhillok, të bëhemi haxhi, që të me thonë turist, apo të shkojmë atje, Mekë, Medinë, në Vatikan, nuk e di ku. Jo, të gjithë ata që e pranojnë Jezusin për Zotin shpëtimtar, i binden atij, e pranojnë planin e shpëtimit, Biblen si udhëheqës dhe udhëzues, ata secili mund të fitojë faljen e mëkateve. Hebrejve 7:25 thot, prandaj ai është gjithashtu në gjendje të shpëtojë plotësisht ata që i afrohen Perëndis nëpërmjet tij, sepse ai gjithmonë jeton për të ndërmjetësuar për ta. Jezusi është ndërmjetësuesi jon, e falenderojmë dhe që ai ndërmjetëson sot në shejtroren mbi shejtrore. Nëse i rrefejmë mëkatet tona, e para Gjonit 1:9, ai është besnik dhe i drejtë na fal mëkatet tona dhe të na pastrojë nga çdo padrejtësi. Galatasve 3:26-27 thot, sepse të gjithë ju jeni bijtë e Perëndis nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus, sepse të gjithë ju u pagëzuat në Krishtin, që u pagëzuat në Krishtin u veshët. Kemi veshur Krishtin. Pra, drejtësinë e tij, dashurinë e tij, mëshirën e tij, mirësinë e tij, dhe reflektojmë ato se çfarë ai është. Kurse para Gjonit kapitulli 2 vargun 1 thot, fëmijët e mi, këto gjëra po ju shkruaj që të mos mëkatoni, dhe nëse ndokush mëkaton, kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin të drejtin. Pra, avokati jon është i vetmi, nuk ka tjerë. Ju e dini që ju e dini që janë zhvillu shumë teori se ka shejtor të shumët, është ky, ai, është lista shumë e gjatë. Dhe pothuaj se pak e pak del
edhe një i ri, por i vetmi avokat që ndërmjetëson në mes nesh dhe Zotit është Jezusi, as kusht tjetër. Folja duke thënë në mesazhin e parë të lajmin e parë apo mesazhin e parë të ungjillit të engjullit, pardon, ndryshimi i stilit të jetës përfshihet në shpalljen e ungjillit. Pse? Kur ne e pranojmë Jezusin, jeta jonë ndryshon plotësisht. Ne bëhemi, që thot Biblia, krijesa të reja. Ungjilli jo vetëm që ofron përfitime, privilegje të mëdha, ai gjithashtu përfshin edhe detyrime dhe përgjegjësi të mëdha. Titi, kapitulli 2, vargu 11 deri 14 thot, sepse hiri i Perëndis që sjell shpëtim u është shfaqur të gjithë njerëzve, duke na mësuar ashtu si në lajmin e engjullit të parë, mesazhin e lajmit të parë duke thënë që duke njohur pa besim dhe lakmin e botës, të jetojmë në maturi me drejtësi dhe perëndishmëri në këtë kohë, duke pritur shpresën e bekuar dhe shfaqjen e lavdisë të Madhit Perëndi dhe Shpëtimtar, Zotit Jezu Krisht, i cili e dha veten për ne, që ne të shpëtojmë nga vepër e palishme dhe të pastrojmë për veten e tij dhe të pastroj për veten e tij popullin e tij të veçantë, të zatshëm për vepra të mira. Pra, ja Jezusi është në shejtroren, ndërmjetëson për ne vazhdimisht. Ai jeton për të, ky është avokati jon, kryeprifti, i cili është në shejtroren ku janë kerubimet, në shejtroren e cila ishte dikur në tokë, që Mojsiu kishte bërë sipas modelit që kishte pa, që ja kishte tregu Zoti që është në qiell. Dhe nuk e dim kur Jezusi kjo do të përfundoj, t'i zhvesh këto rroba e kryepriftit, e vesh rrobat e mbretit, e të vi në advent të na merr, ku do t'jetë fundi i çdo gjëje. Efesianëve 2, vargu 8-9 thot, sepse me anë të tij jemi shpëtuar nëpërmjet besimit dhe kjo nuk është prej jush, është dhuratë e Perëndis, jo prej veprave që askush të mos mburre. Kushte vargu 10, sepse ne jemi vepra e tij e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, të cilat Perëndia e përgatiti që më parë që të ecim në to. Kurse Jakobi, kapitulli 2, letra e Jakobit, kapitulli 2, prej vargut 14 thot, çdo bi ka vëllezër të mi nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra. A mund të shpëtoj atë besimi? Dhe në qoftë se një vëlla ose një motër janë të zhveshur dhe mungon ushqimi i përditshëm, dhe dikush nga ju thot atyre, shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni, dhe nuk u jep atyre gjërat për të cilat ka nevojë për trupin, çdo bi ka. Po kështu është edhe besimi nëse s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. Po dikush do të thot, ti ke besim e unë e kam vepra. Më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të tregoj besimin tim pa veprat e mia. Ti beson se ka vetëm një Perëndi, mirë bën. Edhe demonët besojnë dhe dridhen. Nuk është e mjaftueshme vetëm të besojmë që Zoti ekziston, e duke mos bërë asgjë. Madje edhe Satana, shejtani, demonët e tij besojnë që Zoti ekziston, por ata nuk bëjnë vullnetin e tij. Ktu është ndryshimi. Vargu 20 te Jakobi. Po, a dëshiron të kuptosh, o njeri i kotë, se besimi pa vepra është i vdekur. Abrahami aty ynë, a nuk u shfaqsua me anë të veprave kur e ofroi birin e vet parë, se tham, Isakun mbi altar? Ti e shes se veprimi bashkë me veprat e tij dhe se nëpërmjet veprave besimi u përsos. Kështu u përmbush krimi që thot, edhe Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju numrua për drejtësi dhe u quajt miku i Perëndis.
Ju shkoni pra, shikoni se njeriu shfaqsohet me veprat e jo vetëm nga besimi. Pra, besimi pa vepra është i kotë. Një shembull tjetër që e marr pastor Borni, sipas përvojës së tij, thot një natë ai po kthehej në shtëpi nga takimi i lutjes, duke u nder jashtëzakonisht i bekuar. Pa pritmas ai vuri re drita të kuqe dhe blu që ndezeshin në pasqyrën e pasme. Ai ndaloi makinën dhe një polic erdhi dhe bisedoi pak me të për shpejtësinë e tij të cilën ai e pranoi. Pas disa minutash, bisede policia e informoi se ky ishte vetëm një paralajmërim. Ai nuk do të jepte gjob edhe pse e meritonte. Pastor Boni thot që une isha i vetëdijshëm që e kom të kalu shpejtësinë dhe meritoja gjobën. Ai nuk do të jep gjob pra edhe që meritonte, pastaj polici i uroi punë të mbarë si predikues. A veproi mirë polici? Jo. Pse jo? Nëse ishte si ligji është thyer, ai duhet ta zbatonte atë dhe ta dënonte pastor Bornin, por ai tregoi mëshirë. Kurse hir do të tregonte nëse ai do e pagunte gjobën në vend të pastor Bornit. Natyrisht që polici nuk e ka pagu gjobën në vend të pastor Bornit, por që është hir, por ke i mëshirshëm dhe ja fali prap atë dënimin duke vërtet këtë shkeljen e ligjit. Dhe Jezusi e bëri këtë, shumë e bukur dhe e mrekullueshme. Kjo se ja shkeli kokën gjarprit me ringjalljen e tij, duke na siguru jetën e përjetshme. Shumë e thellë dhe e bukur kjo foto, ju lutem mbajini në mend se armiku jonë është poshtë këmbëve të Zotit ton dhe ai ka ngallny mbi të. Kurse përfundeve njëherë lexojmë pra ato që çfarë jemi duke trajtuar është Zbulesa 14:6, pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që tua predikoi banorëve të dheut dhe çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli dhe thoshte me zë të madh: Druani Perëndin dhe jepeni lavdin, sepse ora e gjyqit ti erdhi, adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujrave. Kurse kjo është ajo çka do ta lexojmë në vazhdim 25. Kjo është e dyta nga 25 tema të cilat i kemi përpara. Kurse Zbulesa 7:9 thotë: pas këtyre gjërave pash një turm të madhe, të cilën askush nuk mund ta numëronte. Prej të gjitha kombëve, fiseve, popujve dhe gjuhëve. Këta këndonin qëndronin në këmbët përpara afronit të Perëndis, përpara qengjit dhe të veshur me rroba të bardha dhe palm në duart e tyre. Pra, rrobat e bardha do të na jep Jezusi me fal drejtësisë së tij, fal meritave të tija që ai ka bërë. Dhe të shpëtuarit dhe thristin duke thënë: shpëtimi është i Perëndis ton që është ulur në fron dhe i qengjit. Dhe vargun e fundit për sonte është Luka 15, i cili vargu i 5, cili njeri prej jush që ka 100 dele dhe një prej tyre i humbas, nuk i lë 99 në shkretir dhe nuk shkon pas asaj që humbi derisa ta gjej. Kurse vargu i 5, dhe kur e gjen e merr mbi supe gjithë gaz. Dhe kur arri në shtëpi i thret miqt dhe fqinjt dhe u thot: gëzoni bashkë me mua, sepse e gjeta delen time që më kishte humbur. Kështu do e thot Jezusi për secilin që e pranojmë si Zot
dhe i bindem atij. Ju lutem tek në YouTube Bashkia Adventiste Kosovë, bëni like dhe share, dhe kjo është adresa jonë, Bashkia Adventiste në Facebook, Bashkia Adventiste Kosovë në YouTube, TikTok, Jezusi po vjen, Buja Roka Gjartëni, është Viber dhe WhatsApp. Ju mirëktojnë adresa, kjo është adresa jonë, ju përshëndesim, a keni pyetje, ju lutem, çfarë do që pyetje keni rreth kësaj, çka po flasim, jeni të lirë që të na shkruani pyetjet, Bibla i ka të gjitha përgjigjet dhe na ju falenderojmë, ju lutem lexoni Biblën dhe takohemi herën e ardhshme. Zoti ju bekoft.